Ja, ku jemi rikthyer, vjojmë të jem në studio me Violën edhe me Matiasin. Matias, ti me punën tua me studion tënde je përpjekur të bësh edhe punë që lidhen me sensibilizimin, për shembull për shëndetin mendor, siç është filmi me metrazh të shkurtër Valët e Perëndimit, mos qofsha gabim, Pendimit. Ndjes. Valët e Pendimit, ndjes. Na bën këtë gafë edhe te 48 orësh kur do flasim edhe për 48 orëshin. Patjetër. Tani çfarë ngjarje apo ndjesie personale fshihet pas këtyre mesazheve që do t'i japësh ti? Janë dy filma në fakt. Është Paranoia, Dhe Valët e Pendimit. Filmi, pavarësisht se kemi xhurë më përpara, është filmi i dytë. Pas ndodh historia pas Valëve të Pendimit dhe Valët e Pendimit flet për dy vëllezër praktikisht. E keni aty është me metrazh shkurt, më pëlqejnë spoilerat, po spoiler alert. Jo. Flet për dy vëllezër, një aktor, një regjisor, janë gjatë kohës pandemisë që janë brenda në shtëpi praktikisht dhe gjithë skena xhirohet në zonën e kuzhinës, në asnjë zonë tjetër. U referova te filmi The Room, që është me fëmijën e vogël dhe me Po. Dhe desha dhe tek Hitchcocku The Rope, që është one shot movie. One shot, edhe mendum, one shot nuk e bënim dot, se nuk kemi atë lloj eksperiencë, por paktën të bënim një vend të mbyllur, duke qenë se ishte për konkurs që duhet xhironin për 2 ditë. Dhe ideja ishte që do të përdornim të njëjtin aktor, se donim bënim se thua prikullin e atij që kishim bërë më parë, thjesht për të vazhduar historinë me bërë trilogjinë nesër pas nesër. Këto dy vëllezër, një aktor, një regjisor pak më me kom tok, aktori fluturon pak me ato ëndrat e veta, do të hikin, e ngjon pa dashur në telefon që do të hikin në Angli për të punuar po prapë si aktor, po në një teatr, po gjeti një mundësi për të hik dhe po flet me dikë që ta çojë në Angli. Vllai vet nervikoz dhe thotë unë bëra gjithçka për ne dy, hapëm dhe studion, morën dhe shtëpinë, gjitha këto, si do hikësh ti, si do kështu, dhe ky thotë unë kam vendosur do hikim. Dhe gjë mbyllet me voice-in e fundit që ka dërguar ky pas të mbyllet tania. Që do normalisht ndroi jetë. Dhe filmi i dytë pasaj që është Paranoia është një njeri egocentrik që është vllai që mbijetoi. Mbas 2 vjet mbas 2020-s, sa thua edhe te lajmet para se të fikë televizori që ka 2 vjet që ka kaluar pandemia, dhe kam futur segmente nga jeta jonë e përditshme, nga paranoja që ne kemi çdo ditë. Për shembull, kur kalojmë dhe shohim këto hijet në përdhom dhe hapim dritën dhe shohim që është një këmishë e varur, na ka ndodhur gjithë, ose kur lajm syt, i lajm shpejt se mos na del diçka nga mbrapa. Dhe këto i futa si elemente, për shembull, ky lau syt, uli kokën, pasqyra ngeli e palëvizshme, duke e parë, nuk u ul dhe dhe reflektimi. Për shembull ky edhe kur ndente rrobat jashtë vinte maskën akoma dhe mas 2 vitesh. Domethënë që i ka ngel ajo dhe një njerëz egocentrik e tregoi dhe me pjesën që edhe kur vinte kafen për ta bërë, e shifte kafen deri në pikën e fundit. Domethënë një lloj përqendrimi i frikshëm. Me këtë që thotë ti po kuptoj që jam egocentrik. Shko, egocentrik them unë kuptimin që gjithçka rretullohet rreth atij për momentin, sepse ka përjetuar një traumë shumë të madhe, po këto janë dhe shenjat e ADHD-s edhe OCD-s, domethënë janë shumë gjëra, është më komplekse, po them unë egocentrik se ashtu e mendova personazhin unë. Dhe vazhdoj me atë idenë që kisha për personazhe, po shumë më komplekse. Deri në fund fare që e merr dikush telefon dhe thotë sot më lejo vëlla deri dhe kafe mbilet. Domethënë gjithaj misioni i zimit për këtë ishte të bënte atë kafen, atë pëlqimin e vogël që ka për jetën, masi marrën gjithë punët e shtëpisë, ajo u derdh se u trem nga telefonata dhe i thot sot më le, thot se jam mirë, po ti s'është vetëm sot vëlla, thot është ka 2 vjet që po ndodh. Nga ditë kush jam unë, e di se çka se unë jam ti dhe shef reflektimin në xham që është po prap vetja që i flet, domethënë paranoja brendshme, është pak deri këtu isha reale, pastaj është çik kështu sublime nga bëj një çik thriller psikologjik apo le të themi. Kjo ishte për një konkurs tjetër që ne morëm çmimin e 4, në fakt, dhe çmimin për tjetrën filmin e Valët e Pendimit kemi marrë çmimin e 3 dhe çmimin e 4 në 2 konkurse jashtë shtetit që kemi çuar online ose kemi qenë fizikisht. Te 48 që morëm çmimin, faleminderit që erdhët.